Thënie nga Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson ishte filozof, shkrimtar dhe poet amerikan. Citojmë disa prej thënieve të tij. Çfarëdo që gjendet prapa apo para nesh, është fare pak krahasuar me atë që gjendet brenda nesh. Lexuesi i mirë e bën librin të mirë. Më njëherë, pas krijuesit të një fjalie të mirë, vjen për nga merita ai që e citon. Personi që je i destinuar të bëhesh, është personi që ke zgjedhur të jesh. Një prej kënaqësive të pasurit miq të vjetër është se me ta mund t'ia lejosh vetes të sillesh edhe si i krisur. Jeta nuk është aq e shkurtër sa që të mos gjesh kohë për mirësjelljen. Mendja celebron një triumf të vogël sa herë që formulon një koncept të ri. Nuk e ka kuptuar mësimin e jetës ai që nuk mposht nga një frikë për çdo ditë. Mbi burrin e vet, gruaja ka më shumë pushtet se shteti. Mos lexoni libra që nuk janë të paktën 1 vjeçar. Shkruaje në zemrën tënde që secila ditë është dita më e mirë e vitit. Të kesh orë të zëna, kjo është lumturia. Vlera e paras varet nga inteligjenca e atij që e përdor. Kulmi i urtisë është ky. Koha që i kushtohet punës nuk është kur e humbur. Shpërblimi vetëm i virtytit është virtyti. Të besosh do të thotë të pranosh pohimet e zemrës. E vërteta patjetër që është bukur, po ashtu është edhe gënjeshtra. Ata që jetojnë për të ardhmen u dukon për herë egoist atyre që jetojnë vetëm për të tashmen. Miqësia, ashtu si përjetësia e shpirtit, është tepër e bukur për të qenë e vërtetë.